Kom merdi thirrja për në gjykatën e Lezhës, tash e padia jonë që është në gjykatë në prokurorinë e Lezhës, ka dalë për shqyrtim, se pa shfare. Pas 10 ditë që pash që ishte për të dhënë në llogari firmës. Firma luan viktimën tani. Firma ka paditur 3 aktivistë për prishje imazhi, për fyrje dhe për pavërteta. Por kjo firmë harron se është paditur ka 5 vjet dhe këta që kemi ngritur ne në protesta dhe kemi fol vazhdimisht, këta janë të vërteta në zonë dhe i kemi çuar në gjykata këtë ne. Ka 5 vjet që kemi çuar në gjykata dhe nuk është marrë asnjë lloj masi. Tani kjo lon viktimën dhe don që të trembi aktivistët, të mos flasin, të mos ngrenë paditreja, të mos aktivizohen dhe mos të grumbullojnë në protesta. Kjo padi për mua është një presion i hapur që po bën kjo firmë. Na bën ne aktivistëve të Zallgjoshit që ka 6 vite që po luftojmë në gjitha format dhe mënyrat demokratike, me protesta, me padi penale si pas ligjit dhe pas rregullit, dhe ne nuk kemi bën as një shpifje, as një fyrje, ne kemi kërku drejtën tonë që në takon, sepse ato kanë shkel të gjitha ligjet. Ati është zonë e mbrutur, është parkëmbëtar, ne kemi luftu ka vite që ta mbrojmë atë zonë. Na kena thënë gjithmonë të vërtetën, edhe na banorët Lufaj, Gjoshej, Zallgjoshej nuk do na lëm. As na trem as gjykata, as i gja. Jena gjithmonë me të drejtën. Na kena drejtën me fol, drejtën s'na anal askush. A kupton asnjë njeri, veç po na analoj Zoti i Madh. Kena fakte. Tani po na thanë dhe pemë. Për shembull fshatin Lufaj janë tha dhe pemë. Nga divimi i kanionit janë tha dhe pemë. Kërkojmë organeve drejtësisë dhe prënë marrin masa për këtë pjesë. Nuk ju bëjmë kërkuj shpifje. Shpifje po na bëjnë ato ne. Deri në vdekje do vazhdojmë. Këto nuk janë fotografi kukullash. Këto janë fotografi herojsh. Ato kanë shkatërru zonën e mbrojtun. Ato kanë shkatërru lumet. Shqetësimi më i madh për ne është ujtë dhe gjadja. Kanë dalë firma private, pa marrëveshjen e kretë popullit, kanë bën katastrofë. Aty o bën miset, si ka qenë dikur përpara zogut miset, aty o bën miset.